Ose nuk ka asnjë pengesë që e njëjta të ftojë gjithë krerët e partive politike për një takim konsultativ dhe në atë takim të shikohet mundësia që secili të dalet nga kjo krizë politike. Të shkojë me kërkesë ndaj presidentit që ajo të adresojë çështjen në gjykatën kushtetuese për ta vlerësuar nëse në rast se pamundësisë të votimit të kryetarit të kuvendit çka duhet të ndodhë më tutje. Tashme këtë fazën ku kemi një ngërsh, themi ashtu në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit për shkak të pamundësisë së grupit më të madh parlamentar që të sigurojë votat dhe numrat e mjaftueshëm që të zgjedhet kandidati ose kandidatja e propozuar nga ky subjekt politik, nuk ka ndonjë mekanizëm të themi ashtu ligjor që detyron kufizimin se deri në çfarë mase mund të ripropozohet ose të propozohet një kandidat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, as kushtetuta, as ligji as rregulloria e kuvendit, por as gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, kur ka sqaruar çështjen e grupit më të madh parlamentar dhe aspektin e propozimit të kryetarit për të pozitën e kryetarit të kuvendit, nuk ka specifikuar se deri në sa limite shkon e drejta e propozimit dhe a ka ndonjë afat kohor që kushterët apo dhe konsumohet kjo çështje. Meqense jemi në një pllagat politike, unë e kisha quajtur më shumë, atëherë roli i presidentes në këtë situatë mund të jetë më tepër si garantuese e funksionimit të demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës, ose nuk ka asnjë pengesë që e njëjta të ftojë gjithë krerët e partive politike për një takim konsultativ dhe në atë takim të shikohet mundësia që secili të dalet nga kjo krizë politike. Në seancën e cila pritet të mbahet të premten, vërehet që nuk do të ketë ndonjë kalim tjetër nga kjo situatë. Meqense nuk ka, atëherë do duhet që Kuvendi i Kosovës të lejojë, kryesuesi i seancës të lejojë që përfaqësuesit politik të partive parlamentare në Kuvendin e Kosovës të marrin secili fjalën në Kuvendin e Kosovës dhe jo në për takime të mshefta në kuptimin që të mos ketë transparencë dhe prej atij takimi të Kuvendit që në rast se dështon zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të shkojë me kërkesë tek presidentja e Kosovës për dy rrugë, meqense ajo kalon derën çel fund të asaj letrës që e ka dërguar në drejtim të kryesuesit, të shkojë me dy rrugë. Në njërin anë që nga ai takim të prodhohej një kandidat ose konsensual ose ky kandidat të votojë dhe në anën tjetër të shkojë me kërkesë ndaj presidentit që ajo të adresojë çështjen në gjykatën kushtetuese për ta vlerësuar nëse në rast se pamundësisë të votimit të kryetarit të kuvendit çka duhet të ndodhë më tutje.